taktikës të Argentinës. Mesia si gjithmonë në çdo ditë e më shumë po na jep atë vullën, po e vulloz shkëlqimin e tij edhe gjithmonë atë ndoshta epitetin e më të mirit të botës. Edhe krejt këto bien në ujë. FIFA i ka ndihmu, referat i ka ndihmu, sot kush i ndihmoi? Mesia bëri 2 asistime, që ishin nivelit më të lartë, perfekte thujse, edhe ja ku e kemi. Pastaj e pam rastin 3 lojtar t'i futi, do me thonë, ato e bën vesh një Lionel Messi, edhe definitivisht është më i miri i botës. Më i miri i gjitha kohërave apo më i miri i botës momentalisht? Po ta shone për shembull Diego Maradona nuk e kom pa të luajtur. Unë kam mujt me pa në sekuencë në për YouTube, në për video. S'kam qenë se s'kam lind në atë kohë. Kam qenë lind, po kam qenë shumë e vogël. Kështu që nuk mund të them kur gjo sa i përket i të gjitha kohërave, po i kësaj periudhës kohore që 20 vjet e këndej, definitivisht e ka epitetin e më të mirit botës. Sepse po e dëshmon çdo ndeshje, një 39 vjeçar me pas kësi lloj paraqitje, është fenomenal. Bravo, edhe urime gjithë fansave edhe tifozëve të Argentinës, pasi që goxha arritje, apo jo? Kryetar, për ty, ku mendon që gaboi Anglia, ndoshta nga momenti kur shënua në gol?